Sulmoi me thik shkrimtarin e njohur duke e verbuar në njërin sy. Dënohet me 25 vite burgim autori. Një gjykat në New York ka dënuar me 25 vite burg Heidi Matarin, 27 vjeçarin që sulmoi me thik shkrimtarin Salman Rushdie në vitin 2022 duke e lënë atë të verbër në njërin sy. Ngjarja ndodhi gjatë një ligjërate që Rushdie po mbante në institutin e Catawba, ku Matari e goditi atë mbi 10 herë në kokët e trup. Rushdie, i cili nuk ishte i pranishëm në seancën e shpalljes së vendimit, kishte deklaruar më herët se besoi se do të vdiste nga plagët e marra. Përpara se të dënohej, Matari e quajti Rushdien hipokrit. Ai u shpall fajtor për përpjekje për vrasje dhe gjithashtu u dënua me 7 vite shtesë për plagosjen e një burri tjetër që ndodhej në skenë me shkrimtarin.